vrejtje të madhe në deklaratën për median të zotit Abeziku, i cili bën thirrje vetëm partive dhe subjekteve politike shqiptare edhe përjashton përfaqësues e komuniteteve jo shumicë në Kuvendin e Republikës Kosovës, partitë parlamentare, jo nga fakti që po presim një ftesë për të ju përgjigj, mirë po kjo çështje përjashtuese nuk është në frymën e Republikës Kosovës, nuk është në frymën multietnike të Republikës Kosovës, dhe për këtë duhet të kemi një vrejtje të drejtë për drejtë. Në anën tjetër, në shkresën cilën e ka drejtu tek lideri i lëvizjes së vendosje, përmend edhe një fakt tjetër që thotë stagnimi 4 vjeçar. Këtu ne nuk pajtohemi nga fakti i mundësisë që kemi pasur sikur parti politike të komuniteteve jo shumicë në Kosovë kemi të përfshim në një qeveri. Për herë të parë kemi një zëvendës kryeministre që nuk vjen nga komuniteti serb. Për herë të parë kemi një gjithë përfshirje të komuniteteve në qeveri, dhe për herë të parë kemi pasur një qeveri e cila është e interesuar të ndihmojë secilit, e në radhë të parë atyre që kanë më së shumti nevojë.